Faleminderit, duket që konsultimi ishte I pasuksesshëm. Unë propozova që të mblidhen përfaqësuesit e grupeve parlamentare dhe kurdo që ata përmbyllin punën dhe finalizojnë draftin ta sjellin, por që PDK-ja po insiston vetëm si pikë të parë të rendititës, prandaj në këto rrethana obligohem që ta qes në votim. Ftoj deputetët që të vinë në sallë. Zonja Qitaku, po të lutem. Kryetare, propozimi ynë është I qartë, të vendoset si pikë e parë e rendit të ditës. Rregulloria ma jep të drejtën që të bëj këtë propozim. Nuk do ishte as hera e parë, as hera e fundit që ndryshon radhitja e pikave të rendit të ditës në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Në rast se nuk kalon si pikë e parë, ne e tërheqim propozimin dhe largohemi. Zonja Nagafci. Pra edhe njëherë, kryetare, ne jemi të interesuar që të kontribojmë. Propozimi jonë është ashtu si që thamë, le të mbledhet grupi me përfaqësues të gjitha partive politike. Në momentin që grupi e sjell rezoluten, ne në atë moment që e sjellin e vendosim në votim. Pra në këto rrethana, zonja Qitaku, e tërhiqni propozimin apo ta vendos votim? Zonja Qitaku, fjalën. Situatë të tillë, kur ka mungesë të shprehur të vullnetit politik për të bërë një kompromis, për një çështje kaq të ndjeshme. Në të njëjtën ditë kur ne si opozit ua votuam hyrjen në rend të ditës të marrëveshjeve ndërkombëtare, është tërësisht e pakuptimshme për ne që ta hudhim në votim propozimin tonë. Ne do të largohemi nga salla, në sallë do të qëndroj vetëm zoti Najt Hasani, I cili do të folë pastaj dhe do të deklarohet në emër të grupit parlamentar. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Qitaku, vazhdojmë pra me pikat e rendit të ditës. Grupi parlamentare tërheq propozimin, e kanë tërheq. Kanë tërheq. Vazhdojmë me seancën. Në sallë janë të pranishëm. Për pak e konstatojmë se sa deputet janë pranishëm në sallë.